Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një serë aktivitetesh për nder të ditës së dëshmorëve të Prishtinës, pas homazheve të bëra te shtatorja e heroit kombëtar Zahir Pajaziti dhe dhurimit të gjakut. Kurti ka zhvilluar edhe një takim simbolik me figurat e njohura të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe bashkëpunëtor të tij politik. Ajo që ka tërhequr vëmendjen më së shumti është ndalja e tij për një kafe në lokalin Matis, i cili është në pronësi të nënkryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Urani Ismaili. Në këtë ndejje spontane, Kurti është parë në shoqëri të ish-komandantit të Brigadës 153 të zonës operative të Llapit, Adem Sheu, ministrit në detyrë të mbrojtjes dhe vëllait të dëshmorit Ilir Konushevci, të gjithë së bashku janë ulur për kafe në ambientet e lokalit Matis, i cili ndodhet në sheshin Zahir Pajaziti në zemër të Prishtinës. Ky takim ka ngjallur interes dhe reagime të ndryshme në rrjetet sociale, si për simbolikën e ditës ashtu edhe për vendin ku është zhvilluar takimi. Fotografi nga ky moment ka ndarë aktivisti vetëvendosjes Exon Azemi në profilin e tij në Facebook. Në përshkrim që shoqëron foton, Azemi ka cituar fjalët e Adem Sheut, të thëna gjatë kësaj ndalese. Vazhdo Albin, vazhdo se kështu po kryet detyra e shenjtë që kemi ndaj kombit. Janë fjalët që sipas Azemit, Sheu ja ka drejtuar Kurtit. Ai ka përshkruar këtë ndalesë për kafe si një akt simbolik të unitetit dhe respektit për të rënat, që bashkon figurat kyçe të historisë së re të Kosovës me atë që sot bëjmë përgjegjësi shtetërore. Megjithatë, fakti që ndalesa u bë pikërisht në një lokal në pronësi të një figure kryesore të opozitës, Urani Ismaili, i cili është jo vetëm në kryetari PDK-s, por edhe një deputet i kësaj partie në mandatin aktual, ka ngjallur diskutime në opinionin publik. Disa e kanë parë këtë si një gest normal qytetare pa ngarkesë politike, ndërsa të tjerët kanë tentuar ta lexojnë më shumë mes rreshtave, duke interpretuar si një sinjal të mundshëm të afrimit ose relaksimit të marrëdhënieve ndërpartiake. Ky nuk është rasti i parë që përfaqësues të partive të ndryshme politike ndalen në hapësira që janë pronë kundërshtarëve të tyre politik, por për shkak të pozicionit të lartë që mbajnë si Kurti ashtu dhe Ismaili, ky rast ka tërhequr më shumë vëmendjen. Ndërkohë, në kuadër të aktiviteteve për nder të dëshmorëve, Kurti ka theksuar rëndësinë e përkujtimit të rënëve dhe nevojën për brezat e rinj të njohin dhe respektojnë sakrificën e tyre. Ai ka vlerësuar rolin e UÇK-s dhe të figurave si Zahir Pajaziti, Ilir Konushevci dhe të gjithë dëshmorët në Prishtinë në çlirimin dhe shtetëformimin e Kosovës. Ky gest simbolik, përveç vlerave patriotike dhe njerëzore, ka edhe dimension social, duke treguar respekt për të kaluar në përbashkët. Mund ta tejkalojmë edhe dallimet politike të së tashmet.